E ta është të dashën me që vazhdojmë emisionin edhe me bisedën dhe informatat e tjera cilat i ndojmë në këtë mëngjes bashkë me Ardioanën. Ardioanë, mirë mëngjes, qështë ka shku vikende? Mirë mëngjesi Agnes, mirë mëngjesi për ty dhe për kretë shikues të Kua Vizionit. Ka qenë një vikend shumë i mirë se edhe patë motin e mirë, edhe kemi shfrytzu pak me dojle dhe me shiu këtë kohë. Dojle dhe me marri ditëria dhe energjit mirë. Po, është shumë interesant, është veç pak me ndrua ambient, ashtu automatikisht një farë energjie tjetër për na vjen. Edhe po kemi demonstosh me stash nëntor, djetore tutje, e shohim që temperaturat shkojnë ranje, po më duket edhe sot, pas dite ish me shi. Po së dhe qofë para ditën e kemi pak më të mirë dhe temperaturat nuk janë shumë të ulta, dhe të të përsëri janë më të larta apo të ngjashme me vikendin. Ditën e kalume, urej që ke pasur një vikend sa më të mirë. Po, perfekt ka qenë. Sa me pushu. Taman, sot Agnes po flasim për ujen edhe për ujrat në përgjithësi, po në këtë rast ne dim që organizata Gjethi, që është nga Kaçaniku gjithmonë në të mirë të vendit, jo vetëm për Kaçanikun, por edhe për vendet e tjera tenton që të organizojë projekte të ndryshme, që sigurisht janë edhe mbështetëse prej organizatave të tjera edhe ndërkombëtare dhe vendore. E kësaj here kanë zgjedhë një projekt që quhet Ambasadorët e Ujit, edhe kanë bërë, si më thënë, e kanë testu cilësinë e ujit në shkolla. Ata kanë zgjedhur që në kuadër projektit Ambasadorët e Ujit të mbledhin nxënës të shkollave të mesme, të cilët janë angazhuar pra për me auditu cilësinë e ujit në nivel shkollor. Kanë qenë në sallën e gjimnazit Skënderbeu në një laborator, atje e kanë shëndruar në një laborator të vërtetë, siç e kanë cekë edhe tek faqja atyre. E për këtë projekt kisha dashur me bisedu direkt me Valion Rakën, që kemi nga organizata Gjethi, e kemi drejt për drejt, edhe të kuptojmë më shumë detaje, pse jo. Valion, mirë mëngjesi. Ardion, mirë mëngjes. Si jeni sot dhe jeni mirë? Mirë, faleminderit shumë, e kemi nis ditën bashkë, se kështu e hëna e don, urej që edhe ti je mirë. Po shumë mirë, faleminderit shumë. Po mbohet shefi, mos kur flasim për një projekt si Ambasadorët e Ujit që e keni bës fundi dhe që u gëzova shumë që e keni përfshi shkollat e mos saktë nxënësit e shkollave të mesme, Valion, atë flasim fillimisht për Ambasadorët e Ujit, këtë projekt si erdhi dhe cila është rëndësia e tij? Po ka qenë thirrje e hapur, një sistem bashkëpunimi i disa entiteteve, një ndër to është Qeveria e Republikës Kosovës së bashku me ambasadën zvicrane, përkatësisht SDC-n zvicrane, ku kanë vendosur që ta financojnë një projekt ku fokusi ka ujin. Ka shumë komponente të rëndësishme në këtë projekt, një ndër to është edhe aspekti i shoqërisë civile, ku aty ne hyjmë si organizatat, entitete jo politike të shoqërisë civile. Pira ka qenë e hapur, konkurenca ka qenë shumë si themi kështu e fuqishme, por megjithatë pasi që edhe fazën e parë kemi implementuar së bashku me këto grup të organizatave, kemi qenë të përzgjedhur për rajonin e Ferizajit dhe Kaçanikut. Nëse shohim kështu në tërësi, ashtu siç është mendu, sepse këtu e kishit cek shumë mirë dhe është shndruar gjimnazi i Skënderbeu në një laborator të vërtetë, ku nxënësit ndoshta mund të jenë në eksperimentues, shkencorë të ardhmen, edhe të mbrojnë ujrat, mjedisin tonë në përgjithësi. Si shkojnë në anën praktike dhe çka arritën ndoshta nxënësit marrin prej këtij projekti? Ardiona, kjo është një ndër aktivitetet të cilat ndodhen brenda këtij megjithëse projekti është shumë i gjerë, shumë gjithëpërfshirës, dhe siç e ceka më herët është në të dy komunat e Republikës Kosovës, Tunjuk, në Ferizaj dhe në Kaçanik, marr parasysh se kemi probleme të mëdha me ujrat e ndotura këtu. Po, këto aktivitetet faktikisht në bazë trajnimeve të cilat i kemi marrë më herët, e kemi vendosur që ato njëri të cilat i kemi si organizata, ti shpërndajmë edhe tek mesme. Në këtë rast e kemi marrë një çantë shkollore e të cilën e kemi pas donacion më herët nga partnerët tanë, Ekozëja dhe Let's Do It Peja, ku kemi pas një projekt disa mujor për çështjen e ujrave, ku kemi marrë edhe trajnim nga ekspertët e fushave të ndryshme me fokus në ujin. E kemi marrë kemi filluar me shkollën e mesme apo gjimnazin Skënderbeu këtu në Kaçanik. Marr parasysh se disa nga shkollat e mesme këtu në Kosovë nuk kanë fare laboratore, një ndër to është kjo shkollë. Po përveç se e kemi arritur që ta bëjmë testimin e ujit në kushte të shkollës me një sukses mjaft të lartë, në anën tjetër e kemi dërguar po ashtu edhe një mesazh të qartë se shkolla duhet të pajisën shumë më shumë me kësi pajisje që nxënësit të kenë pjesën praktike atje në laboratorin e tyre të shkollës. Kjo ka qenë një iniciativë më nga përvoja jonë mjaft e thjeshtë, çantën shkollore e cila ka diku rreth 2-13 parametra dhe ka një sond e cila i mbat 4 parametra, e kemi demonstruar në klasë. Pikë parë kemi filluar me masa mbrojtëse, me tregu që do të fillohet që nga masa mbrojtëse, jo drejt në projekt.
pastaj e kemi marrë ujin, mostrat kemi marrë nga lumi në erodime, që për fat të mirë kanë dalur mjaft të mirë rezultatet, sepse ka pas reshte të mjaftueshme dhe kemi qenë të befasuar. Oksigjeni na ka dalë diku 7.5, ku gjatë kushteve të verës na ka dalë 3, dhe kjo është një ndryshim shumë i madh. Kjo në anën tjetër na jep shpresë se nëse ne i bëjmë hapat e duhur në rujtjen e lumeve dhe natyrës, ka shpresë që natyra të rimë këmbët dhe ne të jemi ata të cilët do të shijojmë një natyrë në Kosovën tonë të bukur, një natyrë më të mirë edhe pa ndonjë problem mjedisor. Patjetër, vjen mirë shumë që të paktën vlerat kanë dalë ashtu të mira, ndoshta edhe për te pritshmërive. E këto po du me e ditë nëse është menduar që projekti dhe matutje me u zgjeru në shkollat e tjera të Kosovës valon, me qenë se uji e dim që është i domosdoshëm për jetën, sidomos se flasim në objekte shkollore për nxënësit, ata që e konsumojnë rregullisht aty, ta dim pak cilësinë, sigurinë në këtë drejtim edhe në vendet e tjera. Në këtë projekt ne faktikisht jemi fokusuar në 2 komuna, komunën e Kaçanikut dhe në komunën e Ferizajt. Komuna e Ferizajt ditë se është një komunë me zhvillim të madh, kemi folur disa herë në mjetet të informimit, po ne në këtë tonë që jetojmë e dim shumë mirë. Problemi mbetet trajtimi i ujrave të zeza, por në anën tjetër gjatë periudhës verore edhe në këto kampanja zgjedhore, pse nuk duam të hi atje, një nga fokuset kryesore ka qenë çështja e ujrave. Në këto kushte laboratorike nxënësit pikë pari e shohin që për të bërë matjet kimike të ujit nuk është ndonjë farë, si themi, ndonjë farë procesi komplikuar. Disa nga ato procese janë deri të komplikuara, kurse disa prej tyre më nison të thjesht shumë lehtë, si themi, maten. Kësaj herë do të shkojmë në Kaçanik ku kemi përfunduar këto aktivitete në Ferizaj. S'ka problem, dikush po e thirrët balonin, po jemi drejt për drejt është diçka që ndodh, ndërkohë e kemi po. Apo dëgjojmë? Po, lirisht veç vazhdo. Po, Ardion, do të vazhdojmë në Ferizaj, po këto farë aktivitetet projektit nuk janë të rëndësishme. Këto aktivitetet vërtet kemi bërë memorandum të mirëkuptimit së bashku me komuna që të mos e pengojnë procesin edukativ, por në anën tjetër me departamentin përkatës të edukimit në Kaçanik dhe në Ferizaj kemi dashur të jemi të sinkronizuar me proceset edukative ku ne do të jemi një komplement, një pikë shtesë, por do ta bëjmë edhe një vlerë të shtuar në mënyrën se si maten ujrat për ta demonstruar se kjo nuk është një problem. Dhe natyrisht në takimet që kemi pasur me zyrtar komunal dhe me drejtor përkatës shkollave, ju kemi treguar që kjo mund të bëhet shumë lehtë, pasi kanë profesor të kualifikuar për ta bërë këtë punë, por në anën tjetër edhe ne jemi të hapur që t'ju ndihmojnë që matja të bëhet e saktë pa probleme. Është një proces shumë interesant, simpatik, kurse interesimi i nxënësve ka qenë me të vërtetë i atashëm dhe shumë i madh. Këto desha dhe të ndalem, kurrishtja atyre pyetjet që i parashtronin ndoshta sepse krahas eksperimentit që e keni bërë sigurisht i keni tregu pak edhe për gjendjen e ujrave që kemi në Kosovë, cilat vende kemi më të ndotuna ose ku nuk po ruhet, se përgjithësi nëse themi për lumen, ndoshta pak ose fare mundemi me gjetë një që është tamam i ruajtur ashtu siç ka qenë përpara për shembull. Në hapjen e projektit kemi pas diku rreth 50 palë interesi ke pasur forum amerikan, institucione lokale, banor ku e kemi bërë hapjen. Në mesin e tyre shumica kanë qenë nxënës ku e kemi të themi njoftu nxënësit se çfarë gjendje janë ujrat në rajonin tonë, po në Kosovë përgjithësi. Kjo ka qenë hapi i parë. Pastaj hapi i dytë ka qenë zhvillimi i projektit në ambientet e klasës. Ku qëndrojmë keq valon me ujrat, në cilin vend, cilin rajon, cilin lume kemi më të ndotën qoftë për ka ujrat e zeza, apo thjesht edhe ndotja me mbeturinat që i bëhet fatkeqësisht në vend? Po pas donat sati, kemi Kosovë e dim që nuk ka ujë mjaftueshëm. Problemi më i madh është lumi Sitnica, i cili shkon bashkë në parafin e Kosovës. Menjëherë mas lumit Sitnica është lumi Erodimi, i cili kalon nëpër Kaçanik dhe Ferizaj, vazhdon Hantelez dhe në Shkup Tutje, së bashku me Vardarin. Këto dy mund të jenë momentalisht lumenjt më të ndotur. Kemi përmirësime, siç e dim, Prizren është bërë trajtimi ujrave të zeza nga impjanti i cili është ndërtuar disa vite më parë. Njëjtë kemi edhe në Pej, tani së fundmi edhe në Gjakov me kryetarin Ardian Xhini, vetëm se kemi intervistuar, kemi marrë përvojat e tij se si ka arrit një komunë si Gjakova që të delë në fond komplet si themi trajtimi i ujrave të zeza, pse është një projekt i cili nuk është shumë i popularizuar në mesin e kryetarit të komunës, se merr kohë të gjatë, por në tjetër tani po ashtu kemi dëgjuar edhe në Podujev dhe Gjilan ka hapa konkret në ndërtimin e këtyre impjanteve, kurse rajoni Ferizajt mbetet ai rajoni më specifik i cili ka problemet më të mëdha momentalisht. Ne këtu komunën e Kaçanikut e kemi lumin Erodime i cili ka nëpërmes qytetit,
dhe është i tëri 60-70% gjatë periudhës së verës është krejt ujë kanalizimi, apo ula të zgjedhur. Që ka punë ende më shumë shtesë në këtë vend. Ardion, kur ta shtosh këtu që dhuratë industrial derdhen në parlamentin tonë në këtë fazë zhvillimit tonë si shoqëri, atëherë kjo e keqëson gjendjen. Po në anën tjetër, me shumë pak punë edhe me fondet tonat ne mund t'i zhvillojmë nëse ka vullnet politik dhe profesional mund t'i eliminojmë këto probleme dhe të shkojmë në fazë tjetër të zhvillimit të mjedisit në Republikën e Kosovës, që si në shkrues të marrëveshjes asësim stabilizimit vetë se ne jemi të detyruar t'i bëjmë të apo herët apo vonë, ky do të jetë një gjë të cilën ne nuk mund ta tejkalojmë. Patjetër, Valion, juve ju përgëzojmë për punën që bëni vazhdimisht në terren edhe me krejt mundësitë që organizata Gjethi ka për me mbrojt mjedisin në çfarëdo forme. Faleminderit shumë që je lidh drejt për drejt sot me neve dhe i ke ndo këto, e të uroj punë të mbarë se je rrugës për atje. Faleminderit shumë Ardion, gjithë një kënaqësi e madhe kur jemi mysafir në programin e KTV-s. Kënaqësi dhe për neve shumë e të pas. Faleminderit shumë. Ditë mbarë për Valionin, edhe ne po e vazhdojmë pjesën tjetër Agnes këtu në studio. Shumë e mirë, për ndryshe edhe me i përfshi dhe të rinjt, për edhe në anën tjetër edhe me i bua dhe analizat e ujtë, me kuptu ma ti për detaje rreth ujit cilin e konsumojmë, për të cilin kemi pas probleme edhe këtu edhe në vendet të tjera, në përgjithësi në Kosovë, shpeshherë është i pishëm, së është i pishëm, edhe detaje tjera, cilat kemi përfundu të e ble ujën. Kur po bojnë diçka që janë eksperimente, Agnes, ose diçka që është ma e prekshme, me të vërtet është shumë kreative, shumë e letë ose ma e qasshme edhe për nxënësit. Në këtë rast, kur përfshin këto grupë mosha, mendoj që me të vërtet javlen kjo aktivitet, se në tërsi po flasim gjithë. Po nuk është që po mirën hapa konkret, kështu që organizatës Gjethi, shumë mirë që po e bën një veprim të tillë, e shohim nëse vazhdon tutje. Ashtu që përmendëm me Valionin. Çka kime me ndo? Tek ngjarjet. A ka ngjarje për këtë? Ka ngjarje, por pjesa më e madhe tyre ishin të fokusuara tek agjendat e partive politike tash për balotazhin, kështu që ato nuk i kanë përfshi, janë shikuesit ata që zgjedhin ku si tek. Ndërkaq ne po i tregojmë ato ngjarje që munden me i përcjell e që nisin prej orës 7:30, pra vetëse ka filluar, është kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, bën homazhe në nderim të 36 vjetorit të rënjes së dëshmorëve Afrim Zhitia e Fari Fazliu. Kjo do të jetë tek varrezat e dëshmorëve në lagjen Velania në Prishtinë. Po ashtu e njëjta do të jetë si agjend, kështu kur tregohet me saktësi kur bën edhe homazhet, prej orës 12 deri në orën 13, pra me rastin e 36 vjetorit të rënjes heroike të heronjve të kombit Afrim Zhitia dhe Fari Fazliu, bahen homazhe për nder të jetës dhe veprës së tyre. Në 12 pra janë homazhe në varrezat e dëshmorëve, ndërkaq në 13 homazhe në vendin e rënjes në bregun e diellit në Prishtinë. Pjesa tjetër, siç tregova, i përket fushatës tash për balotazhin që po na vjen këtë të diel me 9 nëntore, që sigurisht këtë vë mbulon me maraton speciale si çdo herë. Patjetër që po dhe do të kemi edhe informata të cilat çdo herë i ndajemi përcjellen pastaj edhe kandidatët, por edhe në anën tjetër edhe shqiptarët e tjerë ku marrë mendime, shohim se çush po shkon procesi zgjedhor, ndërsa sa i përket ngjarjeve të kësaj dite, por edhe detajet të tjera në ndërkohë ju munden edhe e keni çdo herë adresën kryesore që është portali.koha.net, pastaj edhe KTV video, kanalin zyrtar të Koha Vizionit në YouTube, ku edhe ne ndajmë edhe bisedat edhe krejtësurit të cilat i zhvillojmë gjatë këtij emisioni 3 orësh, që gjeni pastaj edhe aty, qoftë në rrjetet sociale, qoftë edhe në kanalin zyrtar në YouTube. Ndërsa prej kurioziteteve. Po, prej kuriozitetit kemi të bëjmë me arinjt e pyllit parkut të arinjve në Mramor, në fakt, të Prishtinës, ku janë 19 arinj. Është bërë një video virale që besoj tash edhe i shohim përmes pamjeve nga Reuters, Agnes, kohën e fundit ndoshta jo rrallë, po tek parku i arinjve në Mramor, ku janë 19 arinj pra, i përket edhe asaj pjese, e duhet përmendim që edhe në ditët e fundit, se patëm edhe para një kohë kemi diskutu këtu në studio, nëse nuk po e gaboj, nuk e në Prapashtic nëse s'gaboj, apo në Butovc, nuk jam shumë e sigurt, kërkoj falje për ngatresën, që ishte prezenca e Ariut në afërsi të disa qytetarëve atje. Kështu që nuk është kohën e fundit se kanë mungu edhe lajme të tilla, ku tregojnë se janë bë tashmë edhe më mitësor dhe në atë afërsi të madhe. Në këtë rast kjo është bë si storie nga Reuters, duke publiku fillimisht këtë pamje pra tek parku e arinjve, tek pylli i arinjve siç e njohim ndryshe, edhe e kanë bërë si storie ku punonjësit e këtij vendi i kanë bërë dekore kungujt për Halloween që kishim pra në fundjavë, edhe tani
ato të njëjtat ja kanë vendosë arinve për t'i ushqy. Kjo i ka marrë për masat virale, duke e bërë kështu edhe si kronik të veçantë pikrisht Reuters me arinët e pyllit të arinve. E pas që ka qarkullu në këto ditë, edhe vendosëm që ta marrim, sepse nuk është diçka e rrollë, kur një vend të jashtme... Pamje e bukur, në gjithë edhe e murë kungullën, përveç dekoret edhe anës ti për të bukur që për duket, për ndryshë pas ka pas një kombinim të ushqimeve taman që edhe ata i konsumojnë, edhe shumë bukur edhe natyra shumë mirë, është vend fantastik. Taman edhe një ide për me shku me vizitu edhe pak, so nuk kanë shku krejtë në gjomë. So nuk kanë një brenda në strofullat e të rearin, edhe ata cilët ende nuk kanë shku me vizitu këtë vend. Atrakcion turistik që na e kemi me që ta shubo dhe shtegu tjetër i ri që mundën me ecë, pra prej gërmis, është një shteg e kemi pas edhe javën e kaluar Kristianin, këtë që ka të regu prej klubit Alpin Prishtina, ma djetë të djelën ka pas një aktivitet edhe për familjet kryesisht që kam pas si target ata për mecë, për shkak se i ka ndoshta vetëm 6 kilometra, e që mundën me ecë, qoftë edhe fëmijët, qoftë edhe prindërit më shumit, shteg i lehtë, shteg shumë i lehtë, ecje të teren jo i vështirë, ka qenë drejt, ma dje një pamje shumë e mire, sidomos tash kur e kemi vjeshtën, kanë gjyra, tepër të bukura, pamje shumë e mirë, ajri shumë i pasër, redim pa tjetër, dhe pas taj shkojmë fund të pylli arinve, e shojmë edhe këtë atrakcion me familjen, e pime dhe në ka një kafe dhe këtë për sërishpe. Po, e vërtet, dhe kujdesi nuk mungon asë njëherë, se na kemi pa dhe gjatë temperaturave të larta, këtu e kemi diskutu bashkë, ku kemi të regu që pikrisht Safi arinve kam vendosë disa pemë, perime, që edhe i konsumojnë të arinjë, duke i ngrirë e pastaj të fresta t'jo japin arinve, kështu që kujdesi nuk mungon atje, për këtë arsye dhe e shojmë këto kafshë kaq të bukura edhe për me i pa në këtë gjendje të mirë që tashmë e kanë. Dhe arsyeja pse e zgjodhëm është fakti që nuk është i lehtë ndoshta me u bë diçka viral në medje prestigjioze siç është Reuters, kështu që kanë vendosur që këtë pamjen e bukur të pyllit arinve ta sjellin në këtë formë dhe pikërisht me ushqimin që pylli arinve, stafi i pyllit arinve e ka bërë përmes Halloween, do më thënë kungujve që i kanë dekoru duke i vendosë për ushqim. Dhe uroj që të marrim pjesë në këto media, në këto platforma, lajme të tilla, të mira, sepse herën e kaluar kemi qenë sa i përket zjarrit që ka qenë në Preval, shpëtimit edhe ajo ka qenë në fakt ndoshta me të regu ato se qka kanë bëjë ata motoristët, ku shkuan edhe e shuan zjarin, i ndihmuan në fakt zjarrfriksve me shujt zjarin edhe kanë qu bidon me ujë, edhe ju kanë ndihmu edhe zjarrfriksve, për këtë arsye ka qenë edhe një lajm në Reuters, tash pse jo të marrin pjesë edhe më tepër të përfshirë, të përmendet Kosova, të kemi video nga Kosova me atrakcione të mira, të bukura, me foto, lajme të mira, cilat munden me i lexu edhe të tjerë, të cilën ndoshta nuk kanë dëgjuar ndonjëherë tjetër për Kosovën. E vërtetë, dhe aq shumë kemi saqë besoj ato anë negative ndonjëherë dhe nuk asnjëherë me i fshi ose me i mohu se ato janë, po atë anën e bukur ta shfaqim sa më tepër edhe t'ju japim sa më shumë rëndësi, se po shumë mirë ata që ecja edhe në këtë vend, se kur e folëm bashkë vikendin, mjafton që edhe në këtë hapësirë të bukur me dalë, e me marrë një energji sa më të mirë, me shiu, po dhe me rujt, me mbrojt. Edhe me rujt pa tjetër që po. Tash kanë shtu edhe atrakcione të tjera dhe tek pylli arinve. Madje kanë shtu edhe kafshë të tjera, me sa di, ka qenë edhe një luan, ka edhe kafshë të tjera, ka hapësira ndryshme, është restorante, munden me ecë, ka vend për fotografik, është historia arinve. Nuk e di nëse është një minibus elektrik që e pa të mbë material, ka 2 ose 3 vite, ndoshta më shumë, nuk e di nëse funksionon ose jo, sepse ka kohë nuk kam qenë atje, po e di që ka qenë një lloj atraksioni, një minibus i vogël, e që ka shërbi për vizitorët, po. Ja ka vlet, tash për momentin me qenë se s'kam edhe një lloj muzeu ka qenë ashtu vetëm e dëgju dhe nuk është se e ke pa, do thot me përjetu pak se çka kanë përjetu arinjët, derisa i kanë shpëtu, për shkak se krejt këta arinj janë të shpëtuar prej ndonjë mënyre të kesh trajtime, ndonjë vendi ku nuk ka qenë vend ideal për me qëndru ata dhe i sigurt, e krej këto mundën e me i përjetu të pylli arinve. Po, si të qovë, çdo vend në Kosovë, ja vlen me u vizitu, sepse ndonjëherë edhe neve që jetojmë këtu ka ndonjë hapësirë që se kemi pa, përveç pyllit të arinve, ka ndoshta edhe hapësira të ndryshme, restorane të tjera, bukuri që mundemi me ecë, me pa atraksione, edhe për familje, edhe
edhe për fëmijë edhe për krejt. E vërtet, kushdo që na ka dëgjuar tash, me atë përshkrim të bukur që ja kemi bo, të shtunën e kanë sigurt atje. Shtunën na dërgoni foto nëse shkoni në shtunën dhe të dielën weekendi tek atje. Ardian ç'ke ke sot të planifikuar ditën? Kemi me bë dhe një xhirim Agnes, pasi të përfundojmë këto, dikur rreth orës 10, jemi këtu në kryeqytet, tenis po luajmë. Tenis, I kemi një teniser shumë zoti nga vendi ynë kështu, s'po e tregojmë kush, po e shohim shikuesit të vazhdim. Ka një fol për këtë sport. Po e vërtet edhe pak atraksion. Në emisionin e mëngjesit. Ardian, faleminderit shumë për këtë pjesë. Faleminderit ju shumë. Ne po shkëputemi për një blog shkurtër të marketingut, e pastaj rikthehemi përsëri në studio me diskutu tema të tjera, sa i përket edhe prodhimeve vendore, e po ashtu edhe panajireve të ndryshme, mbështetja që bëhet nga biznese më të mëdha, lidhja atyre me bizneset të tjera brenda dhe jashtë vendit, ndërmarrësit e ri, çka munden me përfitu në fakt prej këtyre mënyrave të promovimit të produkteve të tyre, që janë prodhime vendore, do ta kuptojmë pas pak në bisedën e radhës.